Për të kuptuar protestantizmin, që ka shumë dimensione dhe shumë forma, duhet kuptuar Zanafilla, që historikisht ka lidhje me Martin Luterin në 1517, jo se nuk ka pasur fryma reformatore më përpara në Kish, por 517 mund të konsiderohet fillimi i një revolucioni të vërtet, sepse Martin Luteri, duke gozhduar 95 tezat e tij, në fakt fillon një diskutim që i kishte ardhur koha për shumë aspekte të tjera politike edhe shoqërore të asaj kohe. Ajo që duhet kuptuar për të kuptuar kontributin e reformacionit është që kishte 1000 vjet deri në atë kohë, të paktën 1000 vjet, që Kisha Perëndimore në veçanti kishte krijuar një hegemoni të fuqishme në kulturën europiane. E kishte përkufizuar në fakt kulturën europiane. Kisha katolike, papa ishin autoriteti më i lartë në gjithë krishtërimin perëndimor, për të cilën po flasim, dhe lidhja e autoritetit të papës me autoritetin e perandorit, që mund të themi e kishte fillimin e vet më të famshëm në vitin 800 me Karlin e Madh, kur papa e kurorzon Karlin e Madh si perandorin e perandorisë së shenjtë romane. Dhe me këtë akt që bën papa, deklaronte që ai ishte zgjedhësi i udhëheqësve politik të krishtërimit dhe që ai ishte, si më thon, jo vetëm ai që e përcaktonte kush do ishte, po edhe pika e referimit kulturalisht. Kështu që me kalimin e kohës nuk kemi kohë të flasim për rolin e papatit, por në kohën e Luterit kishin ndodhur disa gjëra që s'po hym për t'i diskutuar, por të paktën kemi të bëjmë për herë të parë me një këndvështrim biblik në lidhje me mesazhin më të rëndësishëm që ka krishtërimi, që është Ungjilli. Sepse Martin Luteri ishte një prift katolik, një murg, edhe një profesor, dhe duke lexuar Biblën, ai vjen në një kuptim për lajmin që ka krishtërimi, që thot që drejtësia e Perëndis është nga hiri me besim vetëm në Krishtin. Dhe megjithëse ky mesazh mund kishte patjetër që ka qenë pjesë e mësimeve të krishterë, por kur fillon e bëhet autoritet prifti edhe Bibla nuk është më në duart e njerëzve për t'u lexuar, mësimet janë të marra nëpërmjet një ndërmjetësi. Ajo që zbulon Martin Luteri është që Perëndia lidhet me njeriu direkt, personalisht, dhe fjala e Perëndis është autoriteti përfundimtar. Me këtë zbulim të Martin Luterit nga Bibla, me theksin tek Ungjilli, tek roli i Biblës si baza e autoritetit, fillon diskutimi më i rëndësishëm i mesjetës. Mesjetës së vonë, ku jemi në vitin 1500. Diskutimi kishte të bënte kush është autoriteti përfundimtar. Është Papa, Kisha, apo është Bibla, Perëndia dhe fjala e tij. Dhe me Martin Luterin kemi pikërisht theksin mbi këtë autoritet, që në fakt e zhvendos pikën e rëndesës së kulturës europiane një herë për gjithmonë. Nëse pika e rëndesës kulturës europiane ishte autoriteti i Kishës edhe i Papës, me Martin Luterin vjen një ide e re për kuptimin e bazës së autoritetit përfundimtar, që është Perëndia vetë, marrëdhënia e drejtë për drejtë e individit me Perëndin dhe baza në fjalën e shkruar të tij. Më kupton? Kjo tani ka pasoja radikale, qoftë kulturalisht dhe nga ana shoqërore për rolin e individit dhe të drejtën lirinë e ndërgjegjes, qoftë edhe për funksionin që kreu përkthimi i Luterit. Luteri e përktheu Biblën në gjermanisht, pikërisht sepse besonte në këtë lidhje të drejtë për drejtë të njeriut me Perëndin. Por kur e përktheu Biblën në gjermanisht, nën kuptimi është që njerëzit e thjesht duhet të mësonin gjermanisht, të mësonin gjuhën e tyre, të shkruanin, të lexonin. Dhe arsimi publik, arsimi masiv është ndërtuar pikërisht mbi këtë lloj nevoje që fillimisht ishte për të kuptuar Biblën,
por që pastaj kishte përfitime të jashtëzakonshme shoqërore. Revolucionet industriale që ndodhen në vazhdimsi mund të lidhen direkt me këtë përhapje të gjerë të kulturës dhe arsimit, të shkrimit të shkruar. Dhe nacionalizmi gjithashtu, pavarësisht se ishin identifikuar disa fuqi rajonale, Gjermania, më shumë Anglia, Franca, ishte vetëm kur u përdor gjuha e popullit me përkthimin e Biblës dhe me arsimin masiv kombëtar që fitoi një vetëdije individi i një kontekst të caktuar shoqëror për përkatësinë e tij kombëtare. Pra, edhe nacionalizmi, edhe zhvillimi i shoqërisë, edhe i lirive politike kanë lidhje pikërisht me këtë fillim në 1517, 1520, 21 më vonë kur përktheu Biblën vet Luteri. Pra, po nuk u kuptua që ky ndryshim që solli protestantizmi ishte një zhvendosje radikale nga mesjeta në lidhje me autoritetin në shoqëri, nuk do të kuptojmë dot pastaj të gjitha ato që erdhën si rezultat i këtij transformimi. Dhe në Shqipëri është pikërisht kjo frymë e lirisë, kjo frymë e vlerësimit të gjuhës, kjo frymë e vlerësimit të individit dhe e theksimit të marrëdhënies direkte të individit me Perëndin, ajo që solli shkollën shqipe, në fakt, ajo që solli shkrimin shqip për cilin Davidi flet me detaje dhe me fakte historike të rëndësishme.